Gjyqtari Zasela pra starton edhe zyrtarisht sezoni pranveror në Albi Mall Super League. Topin e parë me të startuar dueli e kanë futbolistët mysafir. Të dyja skuadrat patën disa ndeshje miqësore gjatë pushimit dimror, mirë për këto do të flasim pak më vonë. Në formë të lartë Berisha i Dukagjinit që ka realizuar 6 gola, ndërsa top golashënuesi dini është antari i Suharekës me Vlan Zeka, tek Ballkani Adetunxhi ka realizuar më së shumti, gjithsejt 6 gola. Del portieri Artan Iljazi, shkupjani i cili erdhi si përforcim gjatë afatit kalimtar dimror. Kthehet topi prapa tek Margono. 23 vjeçari Margono që është nga Indonezia. Mirë po është i lindur në New York nga ekipi i dytë i klubit grek Panathinaikos. Erdhi tek Dukagjini, 1.90 është i gjatë, pra një portier cilësor sigurisht. E Iljazi është 25 vjeçar. Ish portieri Shkëndisë, Tetovës dhe Shkupit. Dhe janarit pra u transferua tek Ballkani. Ritëm i ullët i lojës në këto qaset e para të fillimit të duelit. Ja tani nisët Morina, pasimi shumë i fort. Tjetë rivënje me duar, plana kishte të pamundur që vazhdon të aksionin. Jaku është Orges Shehi, trajneri i Ballkanit. Katërdhjetë vjeçar tashmë është Orges Shehi, ishtë trajneri i Partizanit të Tiranës, Kukësit e Skënderbeut të Korçës. Akoma të parëzikshme të dyja skuadrat në fazën e sulmit. Minuta e 4, topi është i mysafirve. Ndeshjen e parë të këtij sezoni ndërmjet këtyre dy skuadrave fitoi Ballkani me rezultat 2-0, po shohim edhe bankën e Dukagjinit. Ballkani triumfoi 2-0 në ndeshjen e parë të këtij edicioni me golat e Këvën. Ja ku është Ismet Munishi. Ndeshja e dytë në Klin u mbyll baraz pa gola, 0-0. Asnjë fitore nuk e ka Dukagjini ndaj Ballkanit. Në 18 ndeshje të zhvilluara, 10 fitore, Ballkani janë arritur edhe 8 barazime, ndërsa tentoj që sot Dukagjini të mos dalë skuadre humbur nga ky ballafaqim. Fundit luan me topin Tun Bardhoku. Ansoria është e vendasve. Kthen topin e loj Marcel Ismail Geci. Bajram Jashanica. E thamë 18 ndeshje të zhvilluar ndërmjet këtyre dy ekipeve, 32 gola shënuar nga Ballkani në ndeshjet e mëparshme, 10 i ka realizuar Dukagjini. Arriti që të mbaj topin e loj Ismail Geci.
Tun Bardhoku. Pas minutat e para kaluan. Tjetër pasim për Marcel Ismail Gecin. Apelojë në krahun tjetër. Vjen krosimi i lartë, mirë po nuk ka rrezik për portierin Margono. Tjetë korner për Ballkanin. Minuta e 7. Tani ekzekutohet korneri, nuk ka goditje në drejtim të portës mysafire. Të vëmendshme të dyja mbrojtjet deri tash, shumë pak hapësira janë duke lënë në hyrje të zonave. Presion atje do tjetë riveniansore. Gëzjodhi si duhet situatën asë Artan Iljazi, e më pas edhe tha që ishte në presion të lojtarëve kundërshtar. Plana do të kthej topin e lojë nga Ansoria. Minuta e 8. Iniciativa është e vendasve. Ilir Sylla. Bardhoku. Plana humb topin. Aksioni mirë tani i vendasve të shohem. Kërkon që të lirohet atje. Lindon Emerllahu mirë, po asesi të krijoj hapësirë për gjuajtur. Një shpejt Emerllahu dhe këto në momentin e fundit. Erdhi ndërhyrja e Mërkim Pefqelit. Korneri i dytë për Ballkanin, vjen krosimi. Dojnë që t'i ofrohen zonës kundërshtare futbollistët mysafir. Kjo goditja s'pak e rrezikshme. I pashqetësuar deri tash portieri Iljazi. Djenit Jusufi ishte ai që provoi. Të sakta nga futbollistët e Dukagjinit. Pefqeli kthen topin prapa.
Plana të donë që të krosoj është blokuar, do tjetë rivënja ansore. Insiston Dukacini. Kthehet paksa topi prapa. Sylla. Bardoko. Plana. Isufi, hapet loja më në kratë, shojnë çfarë do të sjellë ky aksion e mysafirëve. Topi është në zonë. Kërkohet hapësira nga Mergim Pevçeli. Tjetër krosim. Se vinte deri tek goditja mysafirët. Aksioni tani është i Ballkanit, nuk të vërton, ai pasime pas vjen tentimi, por që del të jetë punë e lehtë për Sirus Margonon. Kthye topi me fat Emër Lahut. Del edhe njerë në portieri Margono. Janë duke tentuar disa herë futbolistët vendas mirë, po asesi plasojnë do një goditje që mund të vinte goli avantazhit. Topi në duart e Sirus Margono. Loja në të djathtë për Serepen. Pasimi prapa për Kuevën da Silva Inacio. Marrin topin me sfush vendasit. Sërish mirë do tjetë vetëm ansore, pati të pamundur që të mbante topin e lojë Almir Kryeziu. Ja ku është Morlaku, kapiteni i skuadrës Mysafirë.
Kujdes. 15 minutat e para kaluan në stadiumin e qytetit në Therand. Ballkani Dukagjini 0-0. Ja, vertikalizimi dhe topi që shkon tek Margono. Ismail Keci rinë që të kombinoj me Jashanicën. Dhe sën me shpejti vendasve vjen krosimi dhe topi që përfundon në duart e Cyrus Margono. Prapa këtë në topin Kuevën. Aktualisht është duke u zhvilluar edhe përballja në mes të dritës e Malishevës. Rezultati edhe atje është Bara Spagola 0-0. Qojmë delë njerë portjeri. I sigur në ndërhyrje deri tash Margono. E thamë të ndëruar shikuese, të dyja skuadrat kanë pasur disa ndeshje miqësore gjatë përgatitjeve për sezonin pranveror. Ballkani luajti kundër Policias, duke u mposhtur 3-0, më pas pësoj edhe nga ekipi Ukrainas Vorsta 7-2. E në anën tjetër Dukagjini fillimisht pësojnë nga Çornomorets 2-1, nga Wisla e Krakovës 4-1, e në fund të mposhti ekipin bulgar Krumovgrad me rezultat 0-1. Aksioni është i Ballkanit, goditja as pak e rrezikshme, edhe pse fuqishëm gjuajti atje. Blart Tolaj. Vazhdimisht janë duke tentuar që të bëjnë presion mysafirët kur topin janë duke pasur në pjesëfushën e tyre futbollistët vendas. Almir Kryzio. Lirod arrin që të krosoj. Këtu mund të rrezikoj Ballkani, mirë po e vëmendshme mbrojtja mysafire. Shohim Serebe në krosim dhe 1-0. Mirë po, pati offside. Ta shojmë njerë.
20 minutat e para kaluan. Loja. Iniciativa vazhdon të jetë e vendosve. Duke kontrolluar mjaft mirë lojën. Ishte Pastër. Shumë njerë pozitin jashtë lojë të Valentin Jakobo Sarebe. Njëzet e 2 vjeqari Sarebe është nga bregu i Filtisht. Erdhe tek Ballkani së fundmi nga ekipi rumun Cluj. Ditash nuk të regoj asgjë, Sarebe ishte në offside. Disa qaste më herët. Këtë riveni ansore, minuta 24. Smajli. Tjetër riveni me duar. Giovanni Ribeiro. Qajmë gabon Gerald Smajli, topi takon portjerit Cyrus Margono. Me të dyja skuadrat të ndëruar shikues. Tani pasimi është i gabuar, goditja pret Cyrus Margono, tentoi Almir Kryeziu. Një nga goditjet e pakta në këtë pjesë të parë. Lindon Emerlahu, tjetër aksion i Ballkanit.
Almir Kryesiu për Kuevën da Silva Inacio. Të sakta kombinimet vendase. Tolaj. Rinë që të kombinoj me Emërlahun. Pasimi gabuar është për Plana, një shpejt është Albion Plana. E tani ati për plasja është ndërhyrje pa lejueshme. Katërash Altin Mërlaku. Kapiteni Tukanqinit. Është shqetësuar deri tash Artani Iljazi përpos në 2 apo 3 raste që munduan mysafirët të bënin presion në drejtim të tij. Njerë përshojmë golin anulluar të realizuar nga Almir Kryesiu. 0-0, vazhdon të jetë edhe dueli tjetër në mes të Dritës e Malishevës. Kur po rrjedhin minuta e 28 në të dyja duelet. Gola akoma nuk ka, pra nuk është shënuar goli i parë në sezonin pranveror në Albimall Super League. Morina. Avelloja për Planën. Lokohet Albion Plana. Njëftja ka zhuar deri tash Kuevën da Silva Inacio. Tjetë ansore për mysafirët. Si të rrezikohet porta vendase. Në gjysmorshi i parë në Thërand. Rezultati vazhdo të jetë 0-0. Ja, çfarë krosimi në zonë, mirë po që nuk shfrytëzohet. Mbetet në aksion Ballkani. Kuevën da Silva Inacio. Ismail Keci për Almir Kryesiu në ndërhyrje të palejueshme. Faulohet Almir Kryesiu.
Shumë se çfarë do të cilë kjo goditje e lirë për Ballkanin. Rushton topin atje Margono. Është në aksioni i Ballkanit që ndërpritet më pastaj. Këtë topi prapa edhe njerë. Insiston Ballkani që të reakcion nga krahu i djathtë. Marcelo Smalghetti, Cuavan da Silva, Inácio. Një përpjekje tjetër, quajti Giovanni Ribeiro. Përpiqen atje se Rebe, duke humbur topin. Almir Kryezio, i pandalshëm është në këto pozita. Kryezio nuk shfrytëzohet ai top. Minuta e 34-t. Edhe njerë Ballkani shfaqet rrezikshëm përpara. Shumë hapësira është duke pasur deri tash Ekuran Berisha, cili gëzoi formë fantastike në pjesën vjeshtore të kampionatit. Apelloja në të djathtë. Në krosimi sërish nuk ka rrezik për portierin Ardan Iljaze. Në fakt për Cyrus Margonon. Se Ardan Iljaze votoi se është i pashqetësuar deri tash. Dhjetë minuta në ndajnë deri në fundi i pjesës së parë. Të koncentruar maksimalisht në fazën defanzive të dyja skuadra, duke mos të hapësira për njëra tjetrën. Ndërhyrje pa rregullt në Mergim Pefçelin. Cuavan da Silva Inácio e fauloi.
Kthejë topi prapa edhe njerë tek Margono. Edhe tek Dukagjini nga skuadra B. Ekipit grek Panathinaikos. Shumë se që ishte nevojshme deri tash të dy ekipet luajtën kujdesshëm. Madje Ballkani arriti që të realizoj një herë, por që goli u anulua për shkak të offside-it, ishte në pozitë jashtë loje Serrepe. Shumë vështirësi mysafirët që me pasime të sakta të dalin përpara. Ku e vendon Silva Inacio. Taqe për ku e vendon Silva Inacio. Tonë që n'bylla hapësirën atje. Reporti defensiv i mysafirëve. Topi prapa tek Artan Iljazi. Nga dalim duke hyrë në 5 minutat e fundit të kohës së rregullt në këtë pjesë të parë. Shumë pak prodhua në fazën e sulmit të dyja skuadrat, mirë po më aktive ishte skuadra vendase, do të pranuar. Albert Kryzio. Në krosime u pas golitja me kokë. Parësik për Margonon. E njerë po shohim fillimisht krosimin. E më pas tentimin. Mirë po intervenoj Margona. Kundërshton tani i mysafirëve. Ka ndërhyrje të palejueshme.
Nuk shkuar drejt finishit. Shtuket dy trajnerët si Orges Shej, po ashtu dhe Ismet Munishi. Kam bërë mëtje futbolistëve që në këtë ndeshje primare është që të mos humbasin. Marcel Ismail Geci. Ky pasim shumë i shpejt, mirë po. I vëmendshëm ishte Marcel Ismail Geci. Clemente da Silva Inácio. Goda akoma as në përballjen mes të dritës e Malishevës. Almir Kryziu. Marrin topin mysafirët. Ja, tani Lindon Emerlau provon blokohet në momentin e fundit. Nguan këtë pjesë të parë goditjet e mysafirëve në drejtim të portës Artan Ilyazit. Nuk ka pasim të sakt për Altin Merlakun. Laku që është lojtari i jashtë zakonshëm. Atje që të kërëson apo gjuan të plana. Presionin në Tun Bardhokun. Që në sa do të kemi shtesë në pjesën e parë. Do t'jetë rivënjansore. 1 minutë shtesë është dënë. Shumë i qetë dhe Ismet Munishi, mirë po. Duke pasur parasysh kualitetet që kanë të dyja skuadrat, atëherë pritet si nga Munishi po ashtu dhe Orges Shej rezultat pozitiv, pse jo dhe fitore në këtë ballavaqem, por që pjesa e parë nuk solli shumë raste, sidomos për Dukagjinin. Se që Ballkani her pas here ishte në tentim të portës kundërshtare. E këtu mbyllët pjesë. Ka startuar pjesa e dytë e ballavaqimit. Vetëm 1 minutë shtesë patëm në pjesën e parë. Një dominim totali vendasve.
Jashanica me këtë pasim për para. Edhe Vitor Hugo është në lojë në vend të në lakut me Gjasi do që tjetë në aksion janë vendasit. Rriti që tuaj mirë në defansiv skuadra e Mysafirë, përshojmë Syla shkak të ndryrë të palijueshme. Një falli shkaktuar në Giovannin. Afër topit është Almir Kryezio. Kryezio është i lartë. Kujnime të sakta të vendasve. Emerlau, Lindon Emerlau, goditja pret Cyrus Margono. Autori disa ndërhyrje me të ndëruar shikues. Gjatë goditje jo dha që forte Emerlaut. Pam Heguran Berishën shumë pak i vërejtur, shumë pak pasime në drejtim të tij. Mirë po është lojtar që i duhet shumë pak hapësirë për të rrezikuar portën kundërshtare. Tjetër falli shkaktuar. Ndërhyrja është në Dardan Morinën. Faton Neziri. Krosimi është shumë i mirë, goditja jashtë portës përfundon. Merkim Pevçeli nuk arriti që të rrezikojë seriozisht portën kundërshtare. Është iniciativa totale e kampionëve aktual të nderuar shikues. Rastet janë duke u krijuar mirë, po jo dhe të realizohet goli. Tjetër tendim për të pasuar tek Neziri.
krosime, këtë tentim të që shkon bi portën e portierit Margono. Provoj Bajram Jashanica. 6 minuta loj kaluan në pjesën e dytë. Krosimi. Meziri. Në tani nisët e Kuran Berisha. Mërlaku. Minuta 52 vjen krosimi lartë, nuk mbrin për quajtur e Kuran Berisha. Topi e takon skuadrës mysafire. Tek këndi është Dardan Morina. Në krosimi largohet rrezikun nga zona. Tun Bardhoku. Të korritje lirë për vendasit. Në plan të parë Orges Shehi. Rivenian Sore është Dukargjinit, minuta 54. Emërlahu. Nuk ka pasim të sakt për Valentin Jakabo Serebe. Për të vërtuar nga kryezio. Të lashe janë duke qarkulluar topin vendasit. Bajram Jashanica. Smajli kap topin pa problem. Margono. Është zakonisht i sigurt të qysh të ndeshjen debutuese me Dukargjinin Cyrus Margono. Tu shkon tek debutuesi tjetër Artan Iljazi, i cili nuk është se pati edhe shumë punë deri tash.
Bajram Jashanica. Smajlje. Këtu mi prapo njerë tek Bajram Jashanica. Thonë që kombinimi ti me Gjovanin. Edhe Gjovani shumë pak u vrejt deri tash. Ja kë pasim për para. Bajram Jashanica kontrolon mjaft mirë hapësirën. Nuk e lën topin që të shkoj tek portieri Iljazi. Smajlje. Ja, goditja e fuqishme jashtë përfundon topi. Minuta 58. Tjetër momenti rrezikshëm për portën mysafire. Lindon Emerlahu edhe njerë provon. I pa fat ishte pasi ka mundur që të realizoj. Aksione të shpeshtuara tani të vendasve, pam se Reben apo ishte Adetunji ai që provoi quajtje krejtësisht e gabuar e tij. Adetunji pra është në lojë. Ove loja sërish në krahun e majt. Almir Kryezio. Kërkon hapësira për kryesim. Lindon Emerlahu, sakt për Bajram Jashanicën. Tolaj në qendër, topi mirë po që nuk shfrytëzohet. Është reaksioni i Ballkanit, kjo goditje. Projektover atje Adetunji. Shkalloj që një mundësi tjetër për Ballkanin. Tolaj. Lindon Emerlahu, tjetër pasimi i tij në qendër. Shtuar ofensiva e Ballkanit, kur ka kaluar një orë lojë tashmë në Therand. Husi tek Bajram Jashanica. Foli i tij shkaktuar. U faulua Vitor Hugo. Edhe Gjemajli, Erlis Gjemajli është në lojë.
Munduar Dukagjini që qëtësoj lojën. Për mua ndrimi i fundit nga Dukagjini. Dardan Morina është larguar nga loja. Minuta 62. Iniciativa totale e Ballkanit në kërkim të golit parë. Golit të avantazhit. Ja tjetër tem njerë pret Cyrus Margono. Shumë i sigurt deri tash Margono në ndeshjen debutuese të tij në fanelën e ekipit nga Klina. Këtë riveni me duar. Njerë po shojmë rastin e pak më parshëm të Ballkanit dhe pritjen e Margonos dhe topi që përfundon në duart e Artan Ilyazit. Komenduar skuadra mysafire të bëj presion. Tjetër dërire mirë, po jo e pa rregull sipas gjyqtarit kryesor. Ja mundësia për Ballkanin, goditja 1-0. E mirë, po ka offside. Ade Tunxhi bukur gjuan. Ne po të shohim pas verifikimit të cilit do të jetë vendimi i gjyqtarëve. Largohet Almir Kryesiu në vendin e tij. Do të inkuadrohet Valid Hamidi. Ade Tunxhi ka 6 gola të realizuar. Mirë, po shumë ngusht ishte hapësira në momentin e offside-it ku erdhi goli i Ade Tunxhit. Ndal vlerësori dhe jo vetë ndëruar shikues. Shohim se do të jetë vendimi i gjyqtarëve as konsultës me dhomën e varit. Jemi në pritje akoma. Konfirmohet pozita jashtë lojë, megjithatë për Ade Tunxhin mbetet 0-0 rezultati, minuta e 67.
Mirë përshojmë për pak në offside Ade Tungje, e cili mbeti në kotën e 6 golave të realizuar këtë sezon. Tjetër ndërprerje. Smalgeci këtu shkaktoj ndërhyrje të palejueshme. Ky krosje mas pak e rrezikshëm i sigurt Artan Iljazi. Tjetër ndërprerje. Shojmë topi në zonë që largohet me një herë. Sërish krosim në zonë, mirë po s'pak rrezik për portën mysafire. Përshojmë Ade Tungje. Ndërhyrja është e pastër. Dalje përpara tani nga Mergim Pevçeli, i cili faulohet. Ja përshojmë ndërhyrjen e Emërllahut. Shkohet Emërllahu. Largohet Mërglaku. Në loj në vendet ti do tjetë Etienne Noel Tare, djali i Tomir Njorit, Igli Tare, edhe ky shtat lartë. Vetë të shihet cila do tjetë performanca e ti sot. Ja, rasti për Duka Gjinin dhe një Tare, një dueli fituar në ajër.
Bajram Jashanica. Dojnë e tjera të kësaj gjiroja të ndrua shikues Lapi Gjilani, Prishtina Suareka, Ferizaj Feronikli. Aktualisht është duke u zhvilluar dhe përballja tjetër në mes të Dritës e Malishevës. Rezultati atje është pa gola 0-0. Lindon Emerlahu. Do që të gjej vazhdojtarë të lirë në zonë, mirë po largojnë rrezikun lojtarët. Musafir. Krosimi dhe Ade Tunxhi realizon, por që as ky gol nuk do të pranohet. Ka ndërhyrje të parregullt në portierin Cyrus Margono. Mbetet gjithçka e barabartë. Niset atje Elezaj, edhe njerë Elezaj. Arrin që të krosoj, vjen ndërhyrja. Anderson me vendasve, por që shkaktohet ndërhyrja pa lejueshme në Valid Hamidin. Shkove të verë dhe Morgin Pevqeli. Tjetër krosem, ndryn Elezaj. Pa të lashe janë duke spastruar zonën lojtarët Musafir. Tjetër krosem. Përkaritje Lindon Emerlahu që të pasoj në zonë. Në po vazhdon aksioni kjo goditje e Kuaven da Silva Inacios. E po del të jetë punë e letë për portierin
Margono. Topi do t'jetë për Ballkanin. Ujte. Tjetër pasim për para, Hamidi. Tjetër sore për Ballkanin. Përplasje. Po që ka lëndim pas asaj përplasje që pam. Ose që qka të jetë në rregull me Giovannin. Minuta 80. Qemi në 10 minutat e fundit. Se për këtë barazimeve të ndërruar shikues të tanë që 8 janë arritur në 18 ndeshje ndërmjet këtyre dy skuadrave. E barazimi i fundit ishte ndeshja e fundit e këtij edicioni e luajtur me 26 tetor. Në fakt me 26 tetor të vitit të kaluar, 0-0 mbyllai Ballavaçem. Ndeshja e parë këtij sezoni me 11 gusht 2-0 për Ballkanin me të dy golat që realizoi braziliani Kevin da Silva Inacio. E barazimi i fundit në këtë stadium të ndëruar shikues është arritur me 26 shkurt të vitit 2023. Shqica e barazimeve në mes të këtyre dy skuadrave janë arritur në klin. Krosimi
Bëhet loja në të djathtë, aty ku është Gerald Smajli. Hamidi. Nga dalje për shkuar në finish të duelit. Vazhdojnë përpjekje të Balkanit. Pastrio nisët përpara. Edhe një tjetër krosim, shohim nëse është devijuar topi. Kuven Da Silva Inacio është ndëshkuar me karton të verdhë. Fatone Ziri. 5 minuta lojë mbetur pa llogaritur shtesën. Bardhoku. Shumë pak i shërbyrë dhe kësoj mënjerë të ndruar shikues. Ishte Hekuran Berisha. Që nuk ka gjumë fare, këtë se në këta duel Lindon Emerlahu. Pasime shumë i mirë për Hamidin. Valid Hamidi blokohet për mrekulli, do t'jetë vetëm riveni me duar. Bajram Jashanica. Ndërhyrja e Ilir Syllës, mjaft stabil ka qenë sot Ilir Sylla, një sikurse e gjithë dhe vija mbrojtjes Dukaçinit. Përse u krijuan disa raste nga vendoset. Merita që rezultati është ky që është, padyshim se ka Cyrus Margono.
shkaktojnë ndërhyrje të parregullt Adetungji, i cili realizoi 2 herë, mirë po që të 2 golat e tij u anuluan. Kardoni Kuq, i dyti verë, fillimisht apo pastaj Kuqi për Merkim Pevqelin. Da Silva Inacio, Emër Lahu, vërtet është Lezaj, Gerald Smajli, Bajram Jashanica, këto minutat e fundit duka gjetur të luajë me një lojtar më pak në fushë, pasi u ndëshkua me karton të kuq Merkim Pevqeli. Ja, kjo tem, goditje rrezikshme, mirë po. Jo në 4 këndëshin e mbrojtur nga Cyrus Margono. Tepër goditje rrezikshme ishte. Mirë, për fatin e mysafirëve nuk toli të ishte e sakt. Sekundat e fundit. Shumë se sa do të kemi shtesë. 1 minutë patëm në pjesën e parë. Pas minuta shtesë janë dhënë. Krosim nga këndje, largohet topi me njëherë. Da Silva Inacio. Ja, ky tem pret Cyrus Margono. Autori disa ndërhyrjeve në këtë ndeshje. E në duelin në mes të Dritës e Malishevës, rezultati është 2-0 për kampionat vjeshtor. Të 2 golat i ka realizuar Besnik Krasniqi, të dytin nga penaltia. Minuta e 2 shtesë.
Adetungje. Nuk ka ndërhyrjet pa lejueshme sipas gjyqtarit kryesor. Në krah. Elezaj me këto goditje. Pret Artan Iljazi. Goditjet e pakta të Dukaqinit sot në portën e Ballkanit. Elezaj provoi këtu mirë, po i vëmendshëm maksimalisht Artan Iljazi. Edhe 2 minuta kam vetur lojë. Do të arrit edhe barazimi i 9 në mes të këtyre dy skuadrave. Mbetjet të shihet, tham 8 barazime, 10 fitore të Ballkanit, asnjë fitore e Dukaqinit. E sigurt edhe njerë Margono. Bëhet fjallë për një portier tepër cilësor të ndëruar shikues. Çastet e fundit të ndeshjes. Kartoni verdh për Gerald Smajlin. Apo të shohim. Jo është Viktor Perusës, edhe pse regjia jonë e fokusoi Smajlin. Sekundat e fundit, rasti i fundit, ndoshta në këtë ballafaqem. Ja, dhe 1-0! Realizon Ballkani në frymën e fundit. Ferranda si të rinë që të kalojnë e përsi. Do t'jetë interesant që ta shikojmë golin e gjërëm të përsëritur. Një kryesim që nuk premton të shumë të ndëruar shikues, mirë, po vati në anën e portugalezinjeve. Tjerë interesant që ta shikojnë me gjërëm të përsëritur në momentin e golit. Ishte një prekje e topit e mjaftueshme që të realizoj goli. Fillimisht Giovanni, më pas Adetungje arrin që të shënoj goli i tretit i sot, mirë, po i pari që u pranua. Në momentin e fundit, në sekundën e fundit, minutës së fundit shtesë, Ballkani realizon. Ky do të jetë goli i fitores së të rëndësve, të cilët krijuan mjaft raste. Lindon Emerlau, tjetër aksion i vendasve, Lindon Emerlau e kërkon hapësirën, vjen goditja e tij, jashtë përfundon. Dhe këtu mbyllet përballja. Ballkani fiton 1-0.